Të dashur privejisa, mi mbrëma dhe mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë të shtunë. Mbrëmën e sotme do e nisim me një material shumë interesant, me një artist i cili ka kohë që nuk ka qenë në prive. Çfarë ka të re në jetën profesionale dhe ato personale të Getinjës, e ndjekim bashkë në vazhdim nga materiali përgatitur nga kolegu ynë Artan Telako. Për vite me radhë krijoi shumë hite solo e bashkëpunime. Produksione muzikore të cilat u bën refrenen të sezonit, por edhe më tepër. Mirë po nga ato nuk mbeti asgjë, madje nuk I gjen as në YouTube. E mungesën e këngëve të dykoshme, Getinja po e kompenzon me publikimin e shpesh të projekteve të reja. Qashtoj më kanë orë senet, edhe I kena pas idejat, I kena pas kongët edhe pse mos mi qitë. Se ma herët ku mbo kongë për shembull më kanë met në arkive dhe s'ko mujt tani mi qitë ma se jëm lodhë të ngu, mu kanë dok jo të mira nështë tani, nështë janë të mira. Që kjo kanë arsye, mos mi lanë anash, por mi qitë si ti bëjsh mi qitë. Pako vjen me aeroplan I forto se cili jaran. I fundi videoklip është ma shumë I cili erdhi në duet me reperin Qartani, një këngë tërësisht hip-hop. Po me reperin Qartan, është edhe shok jemi edhe kolegi jemi. E kena bo kongën ma shumë pare, ma shumë femna, ma shumë shok, ma shumë krejt, ma shumë pare. U prit mirë shumë për njerëzve, u kom pak ma hip-hop, edhe kena dosh qashtu me bo dhe stilin e klipit e kena bo pak ma pikos para 10 vjetë që I kanë bo klipet me kjerë shumë, me njerëz shumë, me sene. E kanë prit mirë, qado që kena dosh me arrit, me qatë kongë e kena arrit. Kur jemi te këngët që tashmë janë larguar, ato nuk përbëjnë problem për reperin, madje sipas tij tashmë janë të memorizuara në trurin e të gjithëve. Po mu se më ka pengu kur gjo. Se din njerës I kanë mësu edhe tash o arë teknologjia njerës për I donat bëjnë kongë, për I kanë telefonat, për I kanë kjerë. Po shesin CD-a falës në për rrugët, në kisa dush ku I të vejnë kongë. Se më ka pengu mu kur gjo, asë domë se më ka bo. Largimi erdhi si pasojë e shkëputjes së kontratës me labelin që I menaxhonte. Për çfarë solli Getinja e Mozik të kthehej në artist të pavarur. Unë edhe si mesazh I kisha dhënë, krejt njerëzve edhe mos nxitni me komente, me sharje, me thyrje, edhe ndaj neve, edhe ndaj kolegëve që I kena pas, edhe bashkëpunëtorëve. Biznesi është biznes, senet emocionale që I kena pas mrena ekipës, për shembull ato mesin gjithë. Ato I dim na dhe I din ata, që ka pas edhe senet mira, gjithkojnë ka edhe senet këshia, Po, largimi që ka ndodhë kanë, e dim të dy palë, Historia mes palëve pritet të përfundoj me vendim gjykate, ku tashmë lënda është pranuar. Po, ja kemi lënë gjykatës, Inshallah hecin që shdojt, edhe hecin me drejtësi. Duero gang është motoja jem. Tani Getinja e Mozik përfaqësohet me një emër tjetër, 2 Euro Music, por që në parim nuk është një label. Ajo s'ka bas, edhe s'ka me bas për jetë. S'mund është mi thonë label, se për shembull label është me marrë artista, sa në rani mi marrë menaxhim. Na e kemë bo si moto, 2 Euro Music, 2 Euro Gang, 2 Euro që si farsane, për mi motivu edhe pak njerës, se nuk do me thonë mi pas 1 milion euro dhe mu boj famë shumë. Mund është mi bo edhe me 2 euro mi pas në gjep, mund është me ka një famë shumë, ose mund është me ka një sukses shumë. Edhe unë ja ku ma rritë për shembull që ati qëllimi se kum pas shumë mesazhe, komplimente që bravo se më ke frimzu se për një me I kom 2 euro në gjep. Se me qitë truqat pare, se kena qitë edhe truqa me pare, shumë e kejtë. Po veç kena pas për shembull asi komente mos e dikush s'ka qysh për qetë kështu. Tash kur pishes 2 euro nuk kur kush nuk po më thot pse po frymësh ose në sene. Një lajm I keq vjen për adhuruesit e muzikës së Getinjës e Mozik. Për të parën herë që nga debutimi në skenë, reperët nuk do të mbajnë as edhe një koncert në sezonin e nxehtë. E krejt kjo për shkak të një plani që kanë. Deri në shtator zbesoj që ka me pas. Se që ashtu I kena një par plani, po rrezikojna. Për me sarun po blek,
Nuk është që i kënë ndalu koncerte për shkak të Jo. thjesht për shkak një vizioni tjetër. Asnjëherë. Kur ki probleme din, ballafaqohesh me probleme. Për shembull, secili njeri e njeh punën e vet, din. Edhe problemi mu s'mundet me manal punën. Mu mundet me manal punën veç nështë bin shtrat edhe s'muna në i sen. Larkë sajna. Kështu që është puna që e kena një plan shumë të madh. Edhe besoj që ka më bo. Por vjen dhe një lajmi mirë nga vëllezërit. Jetini dhe Mozik do të publikojnë album, e jo një, por 3, që lançohen këtë verë. Po kam me dollë 3 albume. Një album bashkë me Mozin, me Muzikun, një album unë vetë, edhe një album Mozi vetë. Dhe me thonë 3 albume kanë me dollë. Në nështë i koncertët s'kena me mojtë, po albume kanë me dollë. Kanë mu shfaqë, kanë mu publiku për mingun jetë, edhe tani kena me bo turin. Turi ka me qenë, jo veç Kosovë, Shqipni, po ka me qenë ketë. Ku të mujna me shku, ku të na lejon pasaport. Në këtë album do të ketë edhe shumë bashkëpunime e këngë solo. Vetëm është edhe kënga e radhës e Ketinjos që lançohet në Korek.